Mirëmbrëma miqtë on televizion, mirëmbrëma dhe ju miqtë on tok. Sonte jam jashtëzakonisht I gëzuar që kam një mik, jo vetëm të kahershëm, po edhe të shumë emisioneve të mia, si për sportin, si për mjekësinë, si për shumë element tjerë që quhet Ferdinand Jaku. Ferdi, faleminderit si je sonte me mua në On Talk. Faleminderit ju për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë me kanë në emisionin tuaj. Ferdi, kësaj radhe kemi një bisedë shumë interesante për të bërë. Ti e don, edhe e din, edhe e don, edhe njëkohësisht edhe je I gatshëm të flasësh për shumë elemente të trashëgimisë kulturore, por ju kësaj radhe, sidomos zona juaj, ka një organizim të shkëlqyeshëm sipas meje, që është ajo e shoqatës zadrimore, të intelektualëve të zadrimes për procesin në vazhdim kulturor, të trashëgimisë, të kostumografisë, dhe di që keni bërë jashtëzakonisht veprime të shkëlqyera për ta evidentuar pikërisht trashëgiminë tuaj. Normalisht unë di një pjesë I njohim, shpesh kemi biseduar dhe bashkë, po më mirë se ta bisedojmë tani edhe në emision, edhe ke televizioni jon, nuk ka. Kështu që të lutem, ma sqaro çfarë është ky organizim, kush janë njerëzit dhe kush është qëllimi juaj. E para unë të falenderoj që më jep mundësinë për të folur për kulturën, trashëgiminë kulturore të Zadrimës. Sigurisht. Në organizimin e këtij grupimi të njerëzve që janë rreth 50-60 persona dhe pjesa e madhe e tyre janë intelektual të mirëfillt, jo me këtë shoqata e Zadrimës, intelektualëve të Zadrimës, ku unë du të përgëzoj dhe të falenderoj që mbani pjesë personin kryesor të kësaj nisme quhet Nusha Zhuba. Është një doktoresh në kërkimet historike në Vatikan, pra për historinë kryesisht të Zadrimës. Nusha ishte ajo iniciatorja e këtij organizimi, duke bashkëbizetuar dhe me personalitete po I quaj. Jo të atij kalibri që ne shpeshherë I identifikojmë këto personalitete, por për mua janë personalitete të cilët po japin një kontribut të çmuar në këtë aspekt. Pra më pas u zgjeru rrethi dhe tashmë jemi rreth 50-60 vjet që kemi marrë këtë guxim. Mendoj që kemi realizuar deri jemi në momentin final për të evidentuar, për të pasqyruar kulturën zadrimore, por kryesisht për të çuar drejt trashëgimisë kulturore jo materiale veshjen zadrimore, e cila është një veshje e veçantë. Patjetër. Një nga më të bukurat. Absolutisht. Duke parë larmin dhe sigurisht. Çdo detaj I saj ka një domethënie që ndoshta unë nuk di ta shpjegoj pasi janë disa specialiste që e din ta interpretojnë edhe më mirë. Pasi kjo veshje është 1000-2000 vjeçare, pra 2-3000 vjeçare mendohet. Dhe gjithë kjo punë e këtij grupi, edhe po të tregoj mënyrën se si është është organizuar nga distanca dhe komunikimi është nga distanca pa nëpërmjet rrjetit social WhatsApp. Normal. Që është diçka veçantë edhe ky komunikim nga distanca ka dhënë rezultate shumë pozitive pa asnjë lloj problematike deri në grumbullimin e materialeve historike, grumbullimin e dhënave, normalisht në organizimet e disa aktiviteteve për të sjellë në memorie, për të kujtuar ato si tush traditat tonat dhe nëpërmjet veshjeve të gruas zadrimore. Sigurisht. Por është bërë një dosje voluminoze, e cila ka përfunduar aktualisht në Ministri të Kulturës të Trashëgimisë Kulturore,
Edhe pra në dikasterin përkatës, kemi patur kontakt me drejtorin e kësaj ministrie, edhe shumë shpejt presim, shpresojmë sa më shpejt, që kjo dosje të finalizohet me këtë titull, do thënë, dhe më pas të kalojë në UNESCO. Ju kërkoni praktikisht, Ferdi, ju kërkoni praktikisht njohjen në UNESCO të kostumografisë, zakoneve, sjelljeve apo kostumografisë në veçantinë e tij. Ju kërkoni që të jetë pjesë e mbrojtjes së UNESCO-s, që kërkoni eventualisht edhe pikërisht, domethënë në mënyrë të detajuar. Atëherë, ne kërkojmë, pra dokumentacion që është plotësuar për veshin zadrimore. Sigurisht. Të gruas zadrimore. Pasi, unë e thash të pak para kështu në mënyrë të përgjithshme, ajo vlerat e saj janë të veçanta pasi çdo etapë e jetës së një femre nga mosha 11-12 vjeç, shoqërohet me ndryshime në kostumografi, në veshje. Kjo është diçka e veçantë. Fantastike, po, patjetër. Ne kemi foto ose dokumenta të vjetër, të cilët deri vonë, deri në vitin 67 ndryshoi gjithçka, me situatën që nuk du ta përmend. Vajzat zadrimore kanë shkuar në shkollë me veshin e veçantë. Sigurisht, po. Me pas, nga distancat i ki, ato që ka njohë veshin zadrimore, nga distancat i ki dallu një femër parafërsisht çfarë adoleshente, çfarë moshet ka, është e martuar, çfarë moshet ka, absolutisht. Absolutisht po. Është karakteristike e jashtëzakonshme, po patjetër. Ndërsa ajo që ne njihemi dhe krenojmë është veshja e nusës zadrimore, që është veshje unikale. Absolutisht. Në të gjitha aspektet. Shiko Ferdi, praktikisht kur para disa kohësh ti po bëje bisedë me ne, po pinim kafe bashkë, midis jush edhe nes, me thënë si vend pune. Po na shpjegoje këtë. Ishim së bashku edhe me dy kolegët e mi, besoj të ishim me Mirin edhe me Sidritin. Normalisht janë edhe ata sigurisht interesuar të dinë për këtë dhe në mbrojtjet këtyre. Dhe të thamë edhe në atë kohë që shiko, jemi jashtëzakonisht entuziazmuar për këtë lloj interesi. Praktikisht unë kam disa botime për këtë punë. Nuk duhet të them që jam njëri, po duke qenë pjesë e historisë, duke qenë pjesë e muzeut historik dikur e trashëgimnisë, pjesë e drejtorisë së monumente dhe trashëgimnisë. Jam, jo vetëm i ndjeshëm, po dhe në dieni të jashtëzakonshme për zonën tuaj. Ju kam thënë gjithmonë që jeni zona e dy princave të shkëlqyer shqiptar, siç janë pjesa e Danjës dhe pjesa juaj e Zadrimit. Ju jeni pjesë patjetër edhe dushmanëve, jo vetëm jeni pjesë edhe e dushmanit. Jeni një pjesë historike fantastike. Jo vetëm për kostumografi, por edhe për zakonet. Jo vetëm për zakonet, po jeni pjesë edhe për religionin, për besnikërinë ndaj atë dheut, për flamurin, për rujtjen e trashëgimisë kombëtare. Jeni pjesë e shkëlqyer e trashëgimisë kulturore. Tash, organizimi që po bëjmë fjalë. Tani për tani bën fjalë vetëm për, po themi, nxjerrjen e kësaj kostumografie veshjes së zadrimores, apo ju si organizim jeni edhe për pikërisht këto që po them unë, për trashëgiminë kulturore, materialet dhe materialet. Merrni edhe me këto, mblidhni elemente të tillë, apo jeni ngushtuar vetëm ke kostumografia? Jo, aktualisht theksova, fatmirësisht në grupin ton, po përmend disa emra se janë shumë fakt. Normal. Base mund t'i mesin hati dikujt. Du të përmend shkrimtarin Ernest Marku, Alezha, Brejkena Lazri, profesor Nrek Nikaj, Tom Gjok Hilej, janë shkrimtar, janë artista, Zev Vokrin, Violeta Marshin,
Liza Brunga, një studiuse historiane, Liza Prendi, Alfreda Gjari, Arjan Gjura, pra janë një mori personalitetesh të cilët secili në fushën e tij, po them, megjithëse kjo është kontribon për vlerat e kësaj që thamë ne të kostumografisë, por dhe të traditave, të historisë dhe të traditave të... Ka dhe emra të mëdhej Zadrima, sigurisht. Patjetër. Emra të mëdhej... Ne para pak ditëve, me datën 31 dhjetor, ne përkujtum në ndritjen e qirive 85 vjetorin e vdekjes së Atë Gjerfishës në vendin ku ka lind Atë Gjerfisha. Sigurisht. Dhe nëse institucionet e kanë, nëse dikush, kryesisht mediat, jo institucionet, po megjithatë mediat e kanë kujtuar nëpërmjet ndonjë dokumentari apo diçka të tillë, ose lajmi. Institucionalisht u kujtuat ju. Institucionalisht ishte ky grup në ndërtimin e Ernest Markut dhe shumë e drejtë. Në etnikajt, Moza Pietra janë një grup i mirë, të cilët ishim gjithë bashkë, normalisht pat me miqtë të thumë dhe familjar të një prej nipave të Atë Gjerfisë, në vendin ku ka lind dhe është bën deri 7 vjeç, më duket 7-8 vjeç. Të vendin Muze, shteti... Më vjen mirë, për herë parë e kam zbuluar unë pjesën e Kaldrëmit poshtë, bashkë me ku isha drejtori i DRKK-s, sigurisht. Mi bazën e asaj hapje është edhe... Me vjen mirë që korrespondojnë. Absolutisht. Unë ta kam thënë dhe herë tjera, për pjesën historike i veçantë, po ashtu. S'po bëjmë kështu, replika këtë pjesë, por me vjen mirë që diskutojmë për të njëjtin gjë ku ju keni kontributin tuaj. Sigurisht. Dhe pra ishte hera parë. Jo jam krenar, por sigurisht jam krenar për këtë punë, sepse është diçka, është një element i shkëlqyer. Shpesh e ngatronin edhe njerëzit, kujtonin sepse ka lind këtu e ka lind atje, një vend ka lind. Atë Gjerfisha, është pikërisht një vend aty. Dhe është hera parë që organizohet një diçka e tillë dhe doli në mënyrë u bë një homazh dhe u rikujtu në mënyrën më të mirë të mundshme. Fal këtij organizimi, pra të këtij grupi i malli Atë Gjerfisha. Edhe kjo është pjesë e Zadrimit. Po, patjetër, pa diskutim. Kush janë emrat e tjerë të lartë të Zadrimës, duke filluar nga Mesjeta dhe pastaj do të pyes edhe diçka që ke kontribut jashtëzakonshëm. Që është zona e Zadrimës, emra edhe religionar, por edhe emra njerëzish të cilët ju patjetër i rilevoni, i përmendni. Frank Bardhi, absolutisht. Gazullorët, po e them sepse janë disa. Janë disa historikisht. Po, patjetër. Imagjino tash një mrekulli, po jo, i keni edhe të tjerët më pas, kupton. I keni edhe prej Jubanit, i keni edhe prej... Normalisht kena po tjetër Zef Jubanin, pra Zef nuk i dhija, megjithatë, sipas studimeve, i dhijet janë në rëfisit e para që kanë, sipas studimit që ka bë Nusha Zhuba, që është, e quajmë kryetare, ajo nuk e pranon një titull të tillë, por është kryetare absolute në mënyrë, ka marrë një organizim perfekt. Kalaja e Ganjos quhet sot, fakt Kalaja e Banit, megjithatë ka me Kalaja Ganjos. Është kala që është administruar nga Gjon Kastrioti, baba i Gjergj Kastriotit. Sigurisht. Kështu që pra fisi i dhijeve, Elia, vjen nga kryja, por është pjesë e këtij kontributit normalisht të mbrojtjes së territoreve të Zadrimit, por njëkohësisht dhe trashëgimisë, sepse zora jonë, kjo veshje, unë në një moment kur u distu lidhe me veshjen pse kaq pasionant, unë do ta fokusoja fillimisht sepse të gjithë nga i nanë kena, dhe është veshja nënës teme që unë jam... Normal, patjetër. Lvizi, për ullim dhe lvizi me kështu krasi. Patjetër. Dhe pas, edhe motrat e mia kanë përdorur. Por është veshje edhe gjyshes, e stërgjysherve tanë, e stërgjysher, pra është një veshje
pra rreth 3.000 vjeçare, 2.500-3.000 vjeçare. Normal. Edhe kjo është një kënaqësi dhe krenari që na sot po mundona ta nxjerrim nga ato si thosh nga ajo humje e kujtesës. Ta nxjerrim pas. Ose një pjesë e plurit që vjen, po e le të trashësh atë shtresën e plurit nuk del asnjëherë. Po, patjetër. Kjo është një kënaqësi dhe përveç saj, së bashku me këtë trashëgimi me vlerë që ne do ta quajmë, po dalin jo se nuk janë të njoftun, por po dalin pa dhe po rikujtojnë dhe këto personalitete që na diskutuam përpara se pra gazetorët Fran Bardhi, kena Monsignor Franajllin, është një figurë që është marrë dhe ky me këtë pjesën e kësaj historie, po thojmë. Pra, zona jonë është një zonë e pasën, Lekzaria, Ira Dushmani, janë emra që patjetër. Shiko, që kanë lanë gjurmë që nuk zhduken. Unë kam dëshirën e madhe, bile, sidomos pjesën e mesjetës, pjesën e princave shqiptarë, sepse nuk e di për çfarë arsye, por shpesh herë historia tregohet e pamësirshme, sepse ka ndodhur që në pjesët moderne të historisë, të kohës moderne, dhe kur them kohë moderne, fundin e mesjetës, që i bie 1800-ta, dhe vazhdimin. Shpeshherë edhe janë përmend, por shpeshherë janë edhe keq përmend, shpeshherë edhe janë keq interpretu, shpeshherë me dashje, shpeshherë edhe pa dashje. Por t'ja lëm historisë, le ta vlerësoj ajo edhe kontributin e njerëzve. Po sigurisht, pjesët e princave, ju keni nga princat më fantastik që është Lekzaria, më fantastikët e mundshëm. Dhe konflikteve më fantastike, po ashtu dhe dushmanat janë pjesë e juja. Unë do kisha dash me dalë edhe një pjesë të cilën është në lidhje me ty dhe me kontributin tanë. Edhe që pse kujtohesh edhe si kujtohesh. Në një ditë të bukur shoh një botim tanin, shkurt, për mos me zjat shumë si histori, shkon në Luvër, Ferdinand Jaku, edhe gjen diçka aty. E më cëllë. E gjen diçka dhe e boton. Normalisht e shoh. Kujtohem, kam kalu dhe unë ke ai vendi që ke kalu dhe ti. Po ja që se kam pa. A din? Ja që se kam pa. E kam kalu. Mi po ti nuk e kalove. Tak, nale. Ma shpjego pak historinë, ma trego të shi, edhe të lidhim edhe me zadrimin pastaj. Me futen emocione, me të vërtetë sepse në moment që unë e kam gjetë damën e Guritzi, njënër po nusha argumenton diçka të bukur, vllai shkoi e gjeti motrën. Ke ishte edhe shumë më emocionale. Po, absolutisht. Isha njës me qëllim me dhënën tim Anton Zallin. Po. Ish kolegun tuaj, ishim njës me qëllim me baj vizit në Europë, në disa. Dhe unë jam pasionant i këtyne i muzeumeve. Sigurisht. Për të pa nga... Kudo që të shkosh, do të shkosh ke një muzeum pja aty vend. Absolutisht, nëse unë baj një udhtim, nuk shoh një muzeum, nuk... Dhe më thënë, ai nuk është udhtim i plotësuar. Absolutisht. Dhe një në to, vendosëm piketat dhe një në to thash Muzeun e Luvrës. Unë kam pa në 10 muzeumet më të famshëm të botës, kam pa 7 të partë. Pra, i 7... Ka me të Ermitazhi, ka me të i Pekinit, nuk e di se kush ka me tjetër. Dhe në Australi ma mërmene. Në Australi s'kam shku. Mirë po, e planifikuar me shku. Ndërkohë, i tham dhe dhanërt, në Muzeun e Luvrës, unë do kërkoj damën e Guritzi. Mes atyne batutave që bëjmë me njëri tjetrin, u fut më mend 7.000 metër katror muzeum. Të që duhet i fije puna të sepse aty me të shmëra. Nuk të mjaftojnë as gjysmë ditë, ta një ditë. Duke ditë pak a shumë historinë, sistemimin e historisë shqiptare në përgjithësi, që ne, për fat jo të mirë,
historinë na kanë vjellë, shumë personalitetet të historisë tonë, pra i japin krenon tjertë, si që ashtë dhe Nën Tereza në Shkup. Normal. Unë e kam pa atë muzeum Nën Terezës, ato krenon me shqiptarën tonë. Dhe dama e Gurit Zi korrespondon me epokën e bronzit, 2400-600 vjeçare, e para, e jeme, pra si mas asaj që kisha lexu, pavarësisht se informacioni për damën e Gurit Zi ishte i shkurt dhe ishte I pakët, që është. i pakët. Ka sqarime mbrapa, pastaj mund të jemi historisë, po sqarimi është shumë i pakët. Pakët. Dhe imazhi i saj ishte një vizatim, fantazi e një, po thamon, piktori apo arkitekti që ka bën një vizatim dhe ka treguar për masat e saj. Dhe unë krijoj idenë që kjo do të jetë në galerinë greke, epoka bronzësi që ndam me epoka. Dhe aty futem kërkoj. Së bashku me Antonin e gjetëm me herës, po ashtu. Në momentin që unë kam përjetuar një emocion, ashtu si përjetova tash në moment kur ju ma e shpreh një gjatë tillë. Dhe, por, unë kam një, kështu, sot është të bëha kollajt për gjithë, por unë kam një natyrë temin, nuk jam profesionist për të bërë fotografi apo filmime, por unë e quaj dokumentues. Në moment, baj dokumentimin, edhe e pas qëllej censuret, pas qëllej vullet, dhe ka marrë ato vlerësime nga shumë personazhe, personalitete, ashtu si dhe nga ju, po para pak kosh nga profesor inxhinier Enver Ulqini më dhuron një libër për lidhe me si thush me venen, ishte enolog për prodhimin e venës, dhe dedikimi ishte kjo në sheh Mirnjoj për kontributin për gjetjen e damës së Gurit Zi. Pasi një njeri për 20 vite kishte shkuar me kërkulla se kishte gjetë dhe kjo foto kishte bërë shumë përshtypje dhe ai pra do të më shpreh Mirnjojin e asaj, pra një njeri i thjeshtë, ai personaliteti i Shkodrës, Enver Ulqini. Kështu që pra ka marrë shumë emocione për te shkrimeve nga ju, nga Nusha, nga Shkodra, sot disa portale, media, por nga institucionet përkatëse, që të thot nga ministria, se unë kam evidentu diçka që ato ka kohë që e kërkojnë, nuk është se kam mandë në i këshu, si tush, me kanë kërku për të marrë informacion ma tepër për të, për vetë. Këtë të mirë ka demokracia, fert, edhe liria medjes, edhe njëkohësisht edhe rjeti. Sepse edhe sikur mos interesohet, bje fjala, ministria, në anën tjetër punët bëhen. Sepse kjo që po thutesh që ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ai artefakt që aty ke filmu, Antoni do ta ketë bë fotografinë edhe. Absolutisht, Antoni ishte ai është fotograf. Fotografi. Antoni është djalë i mirë, ka marrë pjesë ke sfida, u bë gazetar, aty është një nga djemtë e mirë të gazetarisht shkodrane. Është evidentuar nga ju. Patjetër. Pa, kam krenari unë atë. Ka dalë prej sfidit, ka dalë prej me, absolutisht. Pastaj është djalë i mirë vetë ai. Mandej është në Rio. Tashti, ai është një artefakt i gjetur nga konsulli francez. Është gjetur në Gurin e Zi, është gjetur në Juban. Në zonë. Është atje, sepse sigurisht i është dhënë një tregtari të artefakteve. Për fatin e mirë i e ka çuar Luvër. Mi po e prezanton një nga kryveprat e lashtësisë e antikitetit tonë. Dhe prezanton një nga kryveprat e zonës. Dhe ka veshja, ka disa të dhëna
të kësaj që duket jashtëzakonisht qartë. lidhe me këtë që ne po diskutojmë. Kjo po veshje zemërore. diskutojmë, prandaj e lidha duke dalë mrapa. Sepse pikërisht aty shifet, në vendin e gjetur ku është, zona prej këtu ku jemi ne, po themi, nisemi edhe të kalojmë ju banën dhe të kalojmë gjithë Zadrimen, t'i bim rrotull. Është gjetë nga një personalitet i jashtëzakonshëm. Shkodra është nuk ka ndarje. kufini i Shkodrës. Nëse ne do ta dalim gjeografikisht, është kufini i Shkodrës Zadrima. Po sigurisht, pra sigurisht. Një ajo është. Ajo pjesën është. Ajo pjesë. Zadrima ka furnizuar Shkodrën. Në periudhën kur flasim të princave, ky vend ku jemi ne, këtu është pjesë e sundimit të Republikës Venedikut. Jemi zonën e Venecias. Në jurisdiksionin e Venecias ka kënë edhe Zadrima. Edhe Zadrima. Kufiri është gati në një rrjedhje tjetër të Drinit, ka ndryshuar. Rrjedhja e Drinit prej asaj kohe, deri kur gjenjerët turq e devijun e prunën edhe më tepër nga Shkodra, po në atë rrjedh, gati sikur e ndante. Ishte një kufi pa kuptueshëm, po të dyja ishin në këtë lloj. Në momentin e principatës, sigurisht ishte një principat në vete Zahariajt, u bën pastaj vasal të Venecias, ka lindë dhe konflikti i madh. Po ky është kufiri. Dhe pikërisht në këtë kufi, se këtu du me dalë tash, është gjetur ai artefakt, i cili është splendent. Është 2600, në mos gabohem unë, 2650 vjeçar, po shkon 2700 vjet. Prezanton pikërisht edhe veshjen. Domethënë, nëse do një farë mënyrë edhe në UNESCO ose në ministrinë tonë të vërtetosh, ore kjo veshje që mund të jetë edhe më e vjetër se sa aq. Ku e shef në një artefakt vjetër, pikërisht aty e shef. Në këtë lloj gjaje. Dhe nuk lodhen për me shku deri ke Muzeu i Luvrit për me pa se kush është. Se përmendet edhe emri. Fati i Madh. Ferdi është Fati i Madh, që konsulli francez ja ka dorëzuar pikërisht atij njeriu që ishte, po themi, xhambazi i artefakteve. Sa shu ishte? Me atë punë merresh. Po ja që e dorëzoi pra. Ja që e ka Luvri. Fatmirësisht që është në Luvr. Është fatmirësisht që është në Luvr. Është muzeumi numri 1 në botë. Absolutisht në botë. Absolutisht. Është një nga gjetjet e shkëlqyera të traditës tonë. Dhe që thuhet, është në shpjegimin e plot. Nuk ka gjë për punë grekëve aty. Është Albania. Albania aktual. Mund të jetë kohë helenistike, shënësi ka, por është ilire, është pjesë ilire. Pra, nëse artefaktet tjera ishin ndoshta Gris, Griske, kjo ishte Albania, e vetme që ishte Albania aktual. E kanë ndreq këtë punë, sepse është në bazë të konsullit francez, ai nuk ka gabuar për këtë punë. Pas ka gabuar dhe ai tjetri që e ka dhënë. Ai e ditë për pjesën e Shkodrës. Me të vërtetë, ishte i vetmi. Nëse në muzeun e New Yorkut dhe Metropol, unë kam pasë, thash jem pasionant. Ke veshjen, për shembull, në Metropoli është veshja shqiptare, New York. Është fantastike. Ke disa të dhëna, disa si thush materiale të Durrësit, kishin diçka nga Durrësi, disa monedha, disa gjëra kështu, edhe nëse aty kishte këto materiale dhe ishte për Shqipërinë, në Muzeun e Luvrës asnjë gjë shqiptare nuk ishte diçka e veçantë që po të jetë një stand ose një si thush një pjesë eksponat, si më thonë. Siç është për shembull në Vjenë, që është eksponati shqiptar se çan. Aty s'kishte asgjë, por thjesht në rrëmujen shumë eksponateve doli kjo. Është kjo gjendet kjo. Eksakt. Ishte diçka e veçantë për me vërtet. Eksakt. Falenderoj. Ne është kjo vështirësi e falenderoj, po është kjo vështirësi edhe kjo duhet të shujt si studim. Shiko, Ferdi koordinatet i kanë dhënë. Po pra, Ferdi e takon që të shkojë dhe tregohet i kujdesshëm, se kjo nuk ka diskutim që ti edhe një tjetër, po të kishte të takonte, do ta bëte zhurmën edhe ai. Po ti e ke në mënyrë të posaçme këtë punë se ke shku me destinacion, do ta gjejë atë nëse absolutisht. Po kështu funksionon. Po më kujtohet ajo kush i solli Dorentinin. Po pra normal, patjetër. Po pa diskutim. Është pra ai që kujtohet edhe ai që punon për këtë punë, normalisht i ke çuar një efekt
i cili është në mbrojtje të pikërisht kësaj shoqate që po themi. Absolutisht po. Kësaj- Edhe kjo ka. Kjo e plotson. Absolutisht, E plotson në mënyrë të absolutisht. jashtëzakonshme. Por fati se po dal tash nga kjo pjesë tek veshja e zotërim, që është pjesa që na ka rëmby emocionalisht dhe po ashtu, një ndër ato orientimet apo direktivat e UEFA-s, që UEFA ta pranoi këtë është edhe kjo, vazhdimësia. UEFA do dalin shumë shpejt ke UEFA tash. UNESCO është vazhdimësia. Po, sigurisht patjetër. Nëse kjo nuk dhe fatmirësisht në zonën tonë, në zadrimin tonë dhe edhe dy banë ku jam unë, edhe në Gurzi, edhe në Dragam që kemi një grup punojësish, është punohet kjo veshje, punohet përsëri dhe po ruhet. Kjo është gjë shumë e mirë. Pra, po trashëgohet. Kjo është gjë shumë e mirë. Për të veshur, ndoshta nuk është se ka të veshjen masive si dikur, normalisht ka rarë numri i personave që e përdorin, por ama përsëri kjo vazhdon. Nuk është si ndoshta diçka tjetër që thjesht mund të jetë muzeum dhe banë për muzeum e jo për të përdorur. Kjo veshje vazhdon edhe përdoret. Kjo është Ja vlen që të ndërtoni edhe një sallë muzeale me E kemi një në Gurzi, e di, keni në Gurzi. presim ka disa punojësi që disa gra që merren e moza pjetra që e ka një ambient bukur, ndoshta mund të shtohet edhe numri I duhet bërë edhe një lëvizje edhe Bashkisë Shkodrës në këtë lloj drejtimi, Po, sepse është shumë interesante kjo punë. janë- Jo vetëm me zonën tuaj, por në përgjithësi çuar deri ke pse jo, deri ke kryetari i bashkisë për ta bërë të ndjeshme këtë, sepse sigurisht është një vlerë e madhe për Shkodrën, kuptohet. Absolutisht po. Pra, deri tash me Ne sa folme për zonën, po ka dalë se zona e madhe e Shkodrës që do. derisa lexova sa po para pak ditë poshtë dëgjova diku që në Shqipëri kemi rreth 10 si thush trashëgimi kulturore, materiale dhe jo materiale në UNESCO. Sigurisht. Një vend me 2.8 milion banor të ketë kaq nuk është numër pak. Dhe Në fakt jemi 4 milion e 600.000, po 2.8 kemi mbrëmë. Bile mund kemi edhe 2 milion e gjysmë. Edhe shpresojmë që të bëhet një ndaj shpejt. Shumë shpejt. Besoj dhe unë. Domethënë ka një interes të mirë dhe po punohet mirë, domethënë po mos të punohet e mirë nuk do kishim mundësi edhe këtyre tjerëve. Dokumentacioni është dokumentacioni shumë e rëndësishme. E kemi thënë nëse është kjo do ishte një detyrë e institucione përkatëse në hulumtimin, në kërkimin. Sigurisht. Fatmirësisht e kena bërë një grup njerëzish pasi edhe Nuk është për pas përfitim kjo punë. Absolutisht. Përfitimi i vetëm është morali, është trashëgimia. Ja, me shumë kënaqësi dhe ndoshta me investimet tona personale, modeste. Absolutisht. Dhe Po. është bërë dosja, kopsi dosja. Edhe ky emision që po bëjmë është modest, por kështu funksionon. Këtu një emision, aty një shkrim, këtu një material e gjetur, aty është një propozim, këtu një dosje e plotësuar, kështu fillon edhe lëviz historia. Aktualisht pak nga pak po mundohemi të nërthurim pra historinë me konkretizu me traditat. Absolutisht. Dhe diçka e bukur për të nxjerrë pa ato vlera që ne pretendojmë që zadrimi ka. Absolutisht. Ma lejo tash 2 minuta të bëj një kjo është promovim vlerash po dhe një kritik të vogël. Në kostumografi ne po humbim fert, jo vetëm s'po flas vetëm për zadrimin, po edhe për gjithë zonën. Flas edhe për zonën e Malësisë Madhe. Flas edhe për Dugagjinin, flas edhe për të gjithë zonat e tjera të cilët kanë kostumografi të jashtëzakonshme. Mirë po, çfarë ka 2 element të cilët janë kundra. Ferdë ti di shumë mirë se e kemi bisedu. Para, nuk vishen ma, sepse vajzat e reja o i ikin ose nuk i veshin ma. Janë nanat, po dhe nanat bëhen të reja dhe nuk kanë nge me i vesh ma. Po kjo sjell jo humbin e traditës, sepse me të vërtet mund mos ta veshësh, po duhet ta kesh në raft. Është pjesë e kostumografisë. Mesazh shumë i bukur. Me të vërtet që ti nuk e vesh për ditë, sepse s'ke si e vesh për ditë në kohën e sotme. Por në një moment që bëhet një sofër, në një moment që bëhet një dasëm, në një moment që bëhet një pjesë tradicionale, në një moment që
shkohet, ju bëni diku atje edhe Në kish. Tash të lutem, shkohet edhe me këtë kostum. Atëherë. Dhe nuk është turp të shkosh me këtë kostum. Kjo është e para. Nuk humbet si tradit. E dyta. Ferdi, po transformohet veshja sepse po përdorin, ne I themi kinezë, po s'ka faj Kina për këtë punë, për materialet. Me I bim qafë kot Kinës. Kina ka hesabin e vetë, shkreta. Asaj, I napin pare, I bane, si të dojnë. Po duhet me rujt traditën e punimit të asaj veshje, të ati materiali, të asaj lloj forme dhe përmbajtje. Mi po, kur ti përdor, pa them edhe herë tjetër, të më falin Kina, materialin që s'është material, ti po prish veshjen, kostumografin. Pra janë dy element thelbësor. Thelbësor, një, veshja, mbajtja, në raft aty, me kostumografin më të rëndësishme, dhe ti mund të kesh një kostum I cili mund bëjnë 1 milion lek. Ta di se ky kostumi tjetër nuk bën më 1 milion lek, po bën 10.000 euro, bën 15.000 euro. Pra duhet ta kesh, nëse ke mundësi që ta kesh. Këto dyja janë problemet e mëdha për mos më godit kaq ashpër kostumografia. Arbreshët Ferdi janë fantastik. Në rujtjen traditës dhe originalitetit tyre. Janë fantastik. Është një pjesë e shqiptarëve deri në fund Turqisë që mundohet të ruajnë atë që ka pas. Janë edhe në Bullgari. Ishte më e bukur ishte se u gjinte edhe një që ma kishte marrë mendja edhe në Ukrainë. Ai rute kostumografin e vet, kemi të lutë mendja ka. Sipas dokumentarëve që kena pa, jo më ka ruajt kostumografin e vet, është e tmerrshme, e zakonshme. Pra, si mos ta ruajnë tash po themi Jubani ose Gurizi, ose nuk e di Barbullushi, ose nuk e di ma gjithë Zadrima. Atëherë, unë thash në mënyrë të përgjithshme pak përpara, por tash ndoshta po nëse më lejon edhe koha, po ta shpjegoj. Po patjetër. Fatmirësisht në Zadrim, në përgjithësi, ka gra që punojnë, merren me punimet, këto punime, prandaj shumë rëndësishme që UNESCO e ta mbështesin, sepse kjo do ketë vazhdimsi. Patjetër. Për shembull në Yuban është një zoj, Gjyla, ka mësu vajzën dhe vajza ka mësu edhe vajzat. Pra kjo është fantastike. Kjo është e bukur e kësaj, pra vazhdimësia e kësaj trashëgimie. Po. Dhe po jo vetëm në Yuban, pra janë në Dajç të Zadrims, janë në Laçvadensit, janë në Ragam, janë në pjesë të madhe të Zadrims, që ka kësi gra dhe individuale, që të cilat në shtëpi, në ambientet të primitive në shtëpi, po punojnë. Ka dhe organizim me disa punëtor, që janë të punu me punime materiale originale. Që të thotë, për shembull, në Dajç Zadrims, është moza pjetre, e cila prodhon arrin me prodhu dhe munashin vetë, nga krimi munashit. Fantastike. Kjo është një, nëse I tradit që ka ardhur vonë tek ne, është importuar, po gjithsesi, se si ka, të tradit, bëhet pjesë e zakonit, po patjetër. Veshja zadrimore, në shumicin pjesën e madhe të historisë saj, përfaqësohet nga ka pas punimet me monash. Diçka e veçantë. Monash është një, po them na veshje mretnore. Për shumë dhe keni një diku, një mikë për bashkët, që me dhe në të shaben. Po, absolutisht. Muzumin në shaben, po, e sakt. I kam bërë emisione dhe ati, është I pasionant, është I... Ska shumë që, jo është ne sepse ka disa probleme. Ska shumë që kemi si grup zadrimor, një pjesë e grupit, kena shku, kena bëjë vizitë shpia nocit, dhe kemi pa muzumin atje. Ka veshje, ka materiale, ka elemente autentik. Shumë. Ka shumë gjana të historisë. 100 vjeçare. Po, patjetër. Sipas një informacionit, sa më drejt është vërtet nuk e di se s'pungutohet emri I personit që ka, një Ilir, mos kjo është gabim nga Shkodra, ka ndodh në muzeum në thuja në ambientin e presidentit të Francës, Macron, një kornizë me veshjen zadrimore. Do t'ja kemë dhuruar, patjetër. Po, dhurat. Dhe ajo kishte vlerë disa mijë euro. Patjetër. Kishte fatmirësisht, zona jonë, pra Zadrima në përgjithësi, me një pjesë të madhe të vlerës, por unë dhe po e trashëgon në mënyrën më të mirë të mundshme me materiale origjinale këtë veshje. Dhe për fat të mirë, në shumicën
gati zonave tona, në festat tradicionale, kryesisht fetare, apo në ditë dile që shkojnë në kish, shumë gra të reja, Kjo është fantastike. të reja, i përdorin dhe shkojnë në kjo është fantastike. Në kish. E jashtëzakonshme. Apo në ambiente të ndryshme, për shembull në raste të ndryshme në dasma. Edhe një vallën dasën. Është Është një mrekulli kur ti shikon pjesën e trashëgimisë. para pak muajve ose rreth një viti që u bë një panajër në Juban. Pjesa e madhe e grave të veshë ishte veshja zemërore dhe panajëri me materiale zemërore, ku dhe prezantuesja moderatorja, zeti që quhet moderator. Kishte veshjen zemërore. Diçka këtë, pra i shkrej e saj diçka këtë bukur. Patjetër. Ferdi, besoj se këto minutat e fundit do t'i konsumojmë për Ferdiakun dhe atë që quhet tjerë ta bëjnë si duan historinë e tyre, unë e bëj si e mendoj edhe si e di unë, babajin e futbollit femrave, krijuesin, domethënë sjellsin e futbollit femrave në trevat shqiptare. Pa nisur kërkun, është nisë në një fshat, nga një individ i cili jeti. Sigurisht ne dim gjithë arsimin tonë, dim që je një nga, doktor thonë ato, një nga infermierët më të mirë që ka Shkodra, një nga njerëzit e shkëlqyer të mjekësisë, i devotshëm edhe këto, mase ja vlen një emision tjetër për këtë punë. Patjetër duhet një emision tjetër edhe për këtë punë. Por ama për futbollin. Kush është sot futbolli? Kush janë? Mase ka ne hatër metri, ose ne të drejt për t'i mbet hatri Ferdinand Jakut për këtë punë. Njeriu i cili ktheu futbollin e femrave, jo ktheu, po lindi futbollin e femrave dhe e nisi edhe e bitisi, sepse kur nxjerr skuadrën kampione dhe kur i sfidon të gjithë, domethënë dhe e bitis, thonë në Korçë apo jo, edhe e përmbyll. Ka në një hatërmbetje ose ku jemi sot me këtë? Atëherë, unë të falenderoj. Në një emision e kam shpreh diçka të bukur. Të merresh me organizime femërore është pak e vështirë. Sigurisht. Nëse ne në Shkodër ose në përgjithësi thotë që burri është koka dhe gruaja është qafa, hera por që na burrë gru në sinkron, vendosim që të fillojmë futbollin femrave. Normal. Propozova dhe gruaja pranoi më herë. Dhe normalisht kjo është një kënaqësi. Angazhohet gjithë familjen. Është një investim moral, material e shumë kohore, fizik, kohor, të gjitha drejtimet. Megjithatë, pronor, po patjetër tana. Megjithatë unë jam shumë tashini e mirë, pavarësisht se ka 5 vite që unë nuk merrem më me vajzat e mëdha, vetëm merrem me edukimin e vajzave, e moshave, vajzave të vogla, deri në 15 vjeç. Normalisht kam ato pengu jem është që smora një kampionat në këtë nisëm. Pra, viti që kaloi ishte 20 vjetori. Kam marrë 2 kupa Shqipërisë, isha në ekipet më të mira. Por ajo që unë jem mirë, që futbolli femrave tash ka marrë për masa sigurisht gjeografikisht të mëdha, është rrit numri i vajzave që dëshirojnë. Apo luajnë futboll. Kam dëgjuar për shembull që ka, po flas për vedi, po edhe për lojtare të tjera të mëdha, që sot në futbollin shqiptar ka vajza që i kanë dhënë tonin futbollit të femrave, por rastisht në rrugë më thot dikush, po bëj Pavles. Pra, kjo është kënaqësia kur ti me atë që ke bë, ke arrit të merresh një, pra të harrosh, jo të harrosh kuptimin e thojza, por dhe të arrish që fëmijët tuaj të arrijnë në një pikë që të banë figura, personazhe publik, të cilët kanë dhënë një kontribut. Pra kjo është, mendoj që jeta është një stafetë. Patjetër. Dhe çdo njeri prej nesh do të ka një kënaqësi të tillë. Pra, kënaqësia ime që futbolli femror, pra ka këto nivele, ke një kombëtare të mirë fillt, U19, U17, U15, tash
Aktivitetet ndërkombëtare, ndërkombëtare patjetër. Një pjesë e mirë e frymëzimit të vllaznisë vjen nga Juvandania. Vllaznia. Patjetër. Vllaznia përfaqëson fillimet e saj. Tash sa vite në kombëtare komplet. Në arenën ndërkombëtare dinjitoze. Pra, kjo është një kënaqësi. Për te aty gjëra të vogla, unë e mirë pasi një farë e mjell në një vend të bukur që quhet qyteza e Jubanit. Tash ka përmasa gjeografike në gjithë Shqipërinë dhe njihet dhe në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Ti ke lavdinë e madhe të kësaj pune dhe këtë nuk e them për të se je miku im edhe unë duhet me të lavdru patjetër. Por një fshat i vogël në afërsi të Shkodrës jep leksion sportiv, jo vetëm Shkodrës këtu, po edhe Tiranës, jep edhe Korçës, me fjalë edhe Vlorës, edhe Durrësit, dhe shumë qyteteve të mëdha. Nuk ishte problemi se po jepte leksion thjesht për futbollin, po për futbollin e femrave. Këtu është historia e madhe. Që ne flasim. Prandaj ke respektin tim në mënyrë të jashtëzakonshme Ferdi, krahas, thash edhe një herë, krahas doktorit, krahas njeriu të mjekësisë që e di që i palotshëm edhe i pa, nuk kam gjetë një herë që të thush jo kjo, dhe besoj me të gjithë kështu i erë. Është natyra jote njerëzore, nuk është e kot bëj komplimente se po lodhem kot, me thënë, e din, nuk është se... Por, e kam zakon një them nga herë gjanat, unë jo një herë, unë i them shumë herë. I them faleminderit kujdo, dhe jap atë çfarë i takon. Shiko, Ferdi, është shumë e rëndësishme që tjetrin mund mos ta respektosh, mund mos ta dush hiç. Po për diçka që është pozitive, duhet i thush faleminderit, duhet ja përmendesh. Ky është një zakon i keq i joni, sidomos në ditët e sotme. Nuk din të shpreh mirë njëri. Jo, duhet ja shpreh mirë, sigurisht. Patjetër. Mund mos ta respektosh, por mund të kenë fol keq për të, mase mund të kesh edhe ne eksperiencë të keqe me të. Po kur bën diçka të mirë duhet i thush. Unë kam pas kundërshtar në aspektin sportiv. Sigurisht. Vllazin po thojmë në thojza vllazin me Po jo mos më gëzu për fiton. Absolutisht. Është absurde. Sot është Paula është trajnere te Vllaznia. Te Vllaznia, po sigurisht. O me qëra fjala ke Paula. Na do ecim përpara. Ke studentja. Ti ke qenë studenti i profesorit të Barës, bashkë edhe Paula. Çfarë po bën Paula tash? Çfarë ka? Është trajnere e përfaqësuesës rajonale të Shkodrës. Po, shumë mirë. Trajnere të U17 të Vllaznia dhe zëvendës trajnere të të rritën të Vllaznisë. Ka një vit që është. Shumë mirë. Këto vajzat e vogla që përgatit, ku shkojnë, Ferdi? Është një kontratë verbale, jo me shkruajmë, po qeshim, kryesisht te Vllaznia. Te Vllaznia. Absolutisht po. Pra ka një të ardhme futbollistike, sportive. Absolutisht po, janë 2 apo 3 vajza, disa vajza janë që janë te Vllaznia aktualisht. Po shumë mirë, jashtëzakonisht mirë. Pra je furnizues shumë i mirë i Vllaznisë me këto vajza. Ndroi traditat tonë. Po patjetër, pa diskutim. Ndryshe nuk him në UNESCO. Normalisht duhet edhe kjo traditë. Midis të gjitha traditave të tjera, ja pra që edhe futbolli. Shumë mirë. Ferdi, unë të falenderoj që ishe sonde me mua, të falenderoj edhe për fjalët e mira, për iniciativat e mira që ke. Patjetër që do bisedojmë prapë për këtë element, mase ja vlen të kemi edhe një bisedë tjetër me njerëz. Me njerëz, me persona të tjerë që i njohin ma mirë danë pjesën e historisë dhe të trashëgimisë dhe interpretimit të veshjes satimore. Sigurisht. Por nuk ishte qëllimi jon sonte, qëllimi jon ishte t'i bënim jehon kësaj edhe ta vendosim aty ku duhet, në pjedestalin që duhet. Të falenderoj unë ty Ferdi që ishe sonte me mua. Faleminderit. Miqtë on televizion edhe miqtë on tok, ky ishte takimi me Ferdinand Jakun. Jap një takim tjetër, prandën tjetër që vjen. Natën e mirë.